Në qoftë se do ta kuptosh, apo të ndikon kulturën. Për shikuar këtë si bërë, ai I gatshëm që të skuqet ose të nxjihet faqja edhe të mos e mbash të parafrymë mëkatin ose fajin që të bëre. Edhe do shta mund ta kesh për ti, bashkëshorti ose fëmijët e tu. Po ai I gatshëm të shkosh, do të bësh diçka të kësaj natyre, apo ta mbash të fshehtë, të jetosh në mëkat, se nuk do që të tjerit të dëgjojnë. Ose nga ana tjetër është kjo, që tani kur kemi miqë shokë edhe familjarë që kanë pushtete nga më të ndryshme, ne besimtarë jemi të inkurajuar që të themi, po ma bërë edhe ai do ta bëj edhe unë. Edhe të përfitojmë gjëra që s'duhet të përfitojmë. Duke filluar që nga kjo më klasikja e bërjes të qative ose të marrim një diçkaje që ti nuk je në atë gjendje që po ndalon një tjetri për ta marrë. Kështu që në qoftë se I nuk e jetuar, vepruar në këtë mënyrë, edhe ka edhe në fakt kultura mendohet edhe këtë, kultura të ndikon në forma nga më të ndryshme. Po jeton në këtë mënyrë që po e bëj këtë se e bëj të gjithë, po jo. Unë pavarësisht se çfarë bëj të gjithë, dua të bëj atë që Perëndia do të bëj. Kështu që tani shohim këtë. Kur I shohim të vargjet në poshtë, shohim këtë që Jezusi na thret ne se si të bëjmë, si të veprojmë. Çfarë duhet të bëjmë në këto situata. Edhe ka të bëjë me këtë vargu nga 42 deri në 44. Po thotë, ju e dini se sunduesit e kombeve I sundojnë. Po ndërmjet jush nuk duhet të jetë kështu. Kushdo që dëshiron të bëhet I madh midis jush, le të jetë shërbëtori juaj. Dhe kushdo që dëshiron të jetë I pari, le të jetë sklavi I të gjithëve. Tani Jezusi po bën një kontrast. Po thotë që bota vepron në këtë mënyrë, të krishterët duhet të veprojnë në këtë mënyrë. Në qoftë se ajo piramida që ai që është lart, I udhëheq bën çfarë doje, edhe ne që jemi në role dëgjojmë atë, Jezusi thotë jo, do të bëhesh I madh, duhet të shkojmë.